kryebashkiakët që kanë tradhtu qytetarët, votuesit e vet. Po kristalizohet për ditë më shumë ajo që gjithë njerëzit e dinë, por nuk mësojnë prej saj. Kryebashkiakët, deputetët nuk janë përfaqësues të tyre, po janë përfaqësues të kryetarëve të partive, të organizatave kriminale ose të oligarkëve. Me takimin e Kuçit që bëri Rama atje, thuajse është kristalizuar edhe tradhtia që disa kryebashkiak të bashkive që po shkrihen, që janë propozuar për të shkrirë, u kanë bë votuesve të tyre. Deri tani kanë rezistuar vetëm 2. Ka rezistuar Danoçi Poliçani, cilin Rama e përzuri nga mbledhja, dhe duket se një farsoj po reziston edhe i Selenicës, që nuk do bashkimin me Vlorën. Skuthi Divjakës Josif Gorreja, e keni pa besoj ka pas mbledhje të Këshillit Bashkiak, dhe ka dalë aty duke lavdru Edi Ramën edhe duke i thënë që Edi Rama i nxori Edi Rama të letë flasësh, t'jep mundësi me fol, pa ata bojën zhurmë, me kundërshtojnë edhe prandaj i nxori jashtë. Për kolegët e vet të Poliçanit edhe kush mund të ketë qenë tjetër. Pra gjithë tjerët po e marrin me radhë. Kryebashkiaku i Prenjasit i ka tradhtu votuesit e vet, si ka Nuri Belba, dhe është gati ta shkrin bashki. Kryebashkiakja e Klosit nuk ka guxim të mbështesë qytetarët. Kryebashkiaku i Divjakës Josif Gorreja, skuthi Divjakës, ai 12 milion kastravecave, kishte dalë sot edhe thoshte që Edi Rama të letë flasësh, po ata folën i qikë si shu, pra atë qa folën ata kanë mbrojt mos shkrirjen e bashkive. Kryetari i bashkisë së Lenicës kishte thënë, ne jemi një bashki që s'kemi as turizëm, as kështu e as ashtu, do të thonë edhe mbahemi, jemi bashki fitim prur, se pra mbahemi me fuqinë tonë. Pra si mund ta shkrish një bashki që mbahet vetë ekonomikisht, do të thot me investimet e me gjitha çfarë bën Bashkia e Selenicës, i ka të ardhurat e veta. Kryetari i Bashkisë së Këlcyrës i ka tradhtu qytetarët e vet. Tani në video kush po më ngjon nga diaspora, që shifni që bëjnë pralla e reklame, ju kërkojnë votat për pleq që keni këtu e vet, nga atje ku jeni, këta janë vetëm tradhtar, këta janë fllihësira, këta nuk janë përfaqësues të popullit. Kështu janë edhe deputetët, këta ja dinë për nder mandatin e deputetit dhe të kryetarit bashkisë, kryetarit partisë, jo votës tuaj. Pra dhe kryetari Këlcyrës është dakord që Bashkia e Këlcyrës të shkrihet. Nuk ndihet as kryetari i Libohovës. Pra kundërshton kryetari i Memaliet, por dihet që ai nuk është i PS-s. Nuk kundërshton njërin Rogozhin, sepse janë me rilindjen. Pra kështu të gjitha bashkit po tradhtohen, gjithë qytetarët po tradhtohen nga njerëzit që i kanë vu në krye të punës për të mbrojtë interesat e tyre. Nuri Belba i Prensit, Josif Gorreja i Divjakës, kush ishte tjetër, si kishte ky i Këlcyrës, Klement Ndoni i Këlcyrës, kryetari i bashkisë Libohovës, ka rezistu ai i Poliçanit, që nuk çan kokën, se ka 7 mandate atje dhe i siç duhet i fiton vetë votat, nuk ja di për nderi Edi Ramës, dhe gjithë tjerët janë tradhtar. Kështu janë kryetarët e bashkive në çdo vend, janë ose përfaqësues të krimit,
ose hajdut xhepist që çojnë haraqin ke kryetari i partisë, ose zara të ndonjë oligarku. Kështu janë kryetarët e bashkisë, kështu janë edhe shumica e deputetëve. Kjo ishte ngjarja kryesore e ditës, se mu në verit kur pashat Josif Gorej, që bote si skuth atje. Kemi një tjetër ngjarje ditës për Albanian Files, dosjen që ka bërë Rama për coptimin e Shqipërisë me oligarkët edhe me trafikantët e drogës ndërkombëtar, vendas dhe ndërkombëtar. Një gazetë zvicerjane, Takes Einziger, si ka Einziger, ka publikuar shkrim të gjatë dhe thot që Edi Rama e kontrollon personalisht çdo gjë që ndodh në Shqipëri. Pra dosjen Albanian Files e ka shkruar vet, e ka ideu vet dhe ndjek zbatimin e saj vet. Kontrollon çdo ndërtim. Pra ajo që tha mbrëm, janë 5 fishu lejet e ndërtimit për betonizimin e Tiranës, kontrollohen totalisht nga Edi Rama. Betonizimi i Himarës kontrollohet nga Rama, betonizimi i Durrësit kontrollohet nga Rama. Pra deri në Zvicër ja din se kush kontrollon dhe kush komandon në këtë vend. Edhe një pasazh të kësaj faqes, po e lexojmë. Në fakt thot, Rama e drejton personalisht bumin e ndërtimit dhe të pasurive të paluajtshme. Pra është si tip agenti imobiliar, është ajo që thash para disa ditësh, është feudali dhe e ka pranë gjithë Shqipëri. Pasurive të paluajtshme në vend. Kryeministri është i diplomuar për pikturë dhe së fundmi ka ekspozuar edhe në Art Basel, ato që bën për pastrimin e parave me ekspozita jashtë shtetit. Se si e imagjinon ai të ardhmen arkitekturore të vendit të tij, tregohet në librin The Albanian Files. Në rreth 800 faqe prezantohen më shumë se 500 projekte ndërtimi të hartuara nga 60 studio ndërkombëtare arkitekture në Shqipëri. Parathënien e librit e ka shkruar vetë Rama. Disa arkitektë e pranojnë hapur se janë kontaktuar drejt për drejt nga kryeministri përmes WhatsAppit ose Instagramit. U shkruan vetë arkitektëve ndërkombëtar, pra sikur këtu mos ketë Ministri Infrastrukture, mos ketë kujton agjenci tjera shtetërore që të kërkojnë kontakte, po u shkruan ky si këto që gjujnë goca në Instagram e në WhatsApp. U shkruan vetë, i ngacmon vetë, domethënë i thërret vetë, sepse feudali kështu është, domethënë feudali nuk njeh institucione të tjera, edhe thotë hajdeni këtu se bëjmë çfarë doni ju. The Albanian Files është botuar nga Lars Müller, publisher në Zyri. Pra ne ka shkruajtur kjo media zvicerane. Disa aktivistë në Tiranë e konsiderojnë tashmë libri si një lloj akt akuze të shkruar kundër Edi Ramës. Flet për revolucionin e Flamingos dhe që kjo duhet shërbente si akt akuz. Ajo që nuk di gazeta zvicerane është se këtu drejtësia, ajo që du ta lexonte si akt akuz këtë, është organizat kriminale partnere me feudali, me Edi Ramën, kështu që prandaj nuk i ndodh gjë atij. Ky është lajmi tjetër. Kemi edhe një lajm tjetër që thoshte për punësimin. Pra ka dalë dhënat, se ky thotë ne kemi rrit punësimin, e kemi bë këtë, e kemi bë atë. Dhënat e Bankës Botërore vendosin vendin tonë në grupin e ekonomive me norma relativisht të ulta të gjetjes së punës, dukshëm pas shumë. Pra, për gjet një punë Shqipëri, ne kemi normën më të ulët se sa të gjithë vendet tjera të rajonit. Nuk gjen dot punë. Edhe një njeri që kërkon të punojë nuk gjen dot. Shqipëria paraqitet më dobët edhe krahasuar me vendet tjera të rajonit. Pra jemi më dobët se çdo vend tjetër i rajonit. Norma e kalimit drejt një vendi pune me pak brenda 3 muajve llogaritet rreth 13% në Maqedoninë e Veriut. Pra të fillosh punë pa periudhë prove, kështu për brenda 3 muajsh të fillosh gjesh punë dhe të fillosh me rrogë direkt. Maqedonia ka 13%, 15% Serbia, 16% Bosnia, 17% Malizi, Kroaci 16%,
ndërsa në Sloveni 22%, ndërsa në Shqipëri 6%. Sa gjysma e më të ultës nga vendet e tjera të rajonit. Ky ishte lajmi tjetër i rëndësishëm. Pra nuk ka punë dhe mundësia për të gjetë punë. Vetëm 6% e njerëzve që kërkojnë punë e gjejnë një punë me pagë që në 3 mujorin e parë jemi të fundit në Europë. Një tjetër interesante ishte, ndërkohë që se ky këto llogarit punë, ky ka hap vende pune, se edhe këtë do komentojmë dhe ta mbyllim. Ky ka hap vende pune për trolla, për komentues në Facebook edhe për njerëz që të mundin revolucionin e flamingove. Pra ka hap thirrje, aplikimesh për punë. Prandaj thotë që këtu ka punë, sepse i do gjithë njerëzit si shërbëtor pas tastierave, na shaj neve, të na sulmojnë neve që themi gjërat të drejta dhe të pacensurume. Kryeministri ka njoftuar rekrutime të reja në Agjencinë e Medias dhe Informacionit e kritikuar nga organizatat ndërkombëtare si Ministria e Propagandës. Pra në Shqipëri gjen punë vetëm në Ministrinë e Propagandës. Gjen punë, të hapësh një profil falso, edhe të hysh të komentosh më shash mund, shash tjetrin, çdo njeri që kritikon qeveri. Kështu mund gjesh punë në Shqipëri. Fatkeqësi shumica atyre që më shajnë mua janë pensionistë dhe si merr ata, ai se s'din me përdor mirë këto, po të ri i merr edhe i grin. Agjencia për Media dhe Informacion pranë qeverisë hapi të njëjtën një thirrje të hapur për rekrutimin e stafit të ri, profesionist në komunikim publik, ndërsa qeveria po përballet me protestat. Do që të hyjnë në shtator, se e ka dëgjuar edhe e di ai shumë mirë që në shtator protestat do masivizohet shumë edhe do radikalizohet shumë. Edhe çfarë do? Do që ta mbys me propagandë. Mediat i kanë dorë ai. Top Channel nuk jep lajme për protestën. Klani nuk jep lajme për protestën. Carlo bon ato fotot nga sipër, thotë janë vetëm 10 veta. Vision Plusi po nuk është se jep shumë lajme për protestën. I jep vetëm Irfani derisa me Irfanin rregullon kollaj ai. Nëse tërhiqet nga ato që ju ka çuar mrapa Irfanit. Po gjithsesi deri tani Irfani është nga të vetmit që e jep protestën shumë mirë. Dhe do hynë në punë trollat, do hynin në punë, ju kërkon punë si robot për të mbrojt plaçkicit, për të mbrojt hajdutët. Pra çdo njeri që do aplikoj te Agjencia Shtetërore e Propagandës, te Ministria e Propagandës e Edi Ramës, do aplikojnë me vetdijen që do hyj në punë për të shah tjerët dhe për të mbrojt hajdutët, për të mbrojt plaçkitësi. Turp e faqe zezë nëse më mirë dilni lypni, se sa të shkoni të punoni për të mbajtur në këmbë një regjim kriminal siç është ky i Edi Ramës. Këto janë, zjarret fillojnë, vazhdojnë zjarret, vazhdojnë, përvlohet lura, përvlohet kruja dhe përvlohen vendet të tjera. Për turpin e Shqipërisë, ja ku është Kosova, një lloj janë temperaturat edhe në Kosovë, nuk ka zjarre në Kosovë. Ka dalë ministri i mbrojtjes i Kosovës, e Juk Maqedonci, edhe i ka thënë nëse du ndihmë, ne jemi të gatshëm të ndihmojmë me kapacitetet. Kosova e ka ekipin e zjarrfiksëve shumë më të mirë, edhe të emergjencave civile, se sa Shqipëria, shumë më profesional dhe të mirë pajisur me logjistik. Edhe këtë shqiptarët e panë në tërmetin e 2019-ës. Shqiptarët nuk ishin qenë të emergjencave, se ja kishin hëngë bukën qenit këta hajdutët që drejtojnë institucionet. Edhe erdhën me qenë nga Kosova që kërkonte në përgërmadha për viktimat e tërmetit të tmerrshëm që kaloi Shqipëria në 2019. Pra, nuk e ulin hunën t'i kërkojnë ndihmë Kosovës, sepse dalin zbuluar që janë hajdut,
janë plot shkitës edhe nuk din të bëjnë shtet. Emergjentat civile, këta quajnë koncertin e Kanye Westit. Ai bolla e zezë, ai Blendi Gonxha, që kishte filluar restaurimet, çka kishte bërë atje se më kujtu dhe kjo me që më ndjek Blendi Gonxha dhe më komenton në përto rrjetet sociale. Çka kishte bërë Blendi Gonxha me restaurimin e kësaj muzeut pa leje. Një sekond ta gjej këtë, se është interesante shumë. Se ku lexova i shkrim sot që thoshte ai është ministri i duhur i kulturës në këtë kohë, sepse nga që është i paditur, është ignorant edhe as nuk pyet, as nuk mendohet, as nuk e vret mendjen kur bën diçka. Ka ndërhyrë te mozaiku i Tiranës. E ka kap KLSH-ja me shkeljet e mozaiku i Tiranës, Galeria Kombëtare e Arteve, te Universiteti i Arteve, sepse i ka nis punimet në të gjitha këto institucione kulturore, të trashëgimisë kulturore, i ka nis të gjitha pa leje. Rrezik i suvatone i bosi që ja kap truri Blendi Gonxhës. Në Galerinë Kombëtare të Arteve, punimet për Blendi Gonxhën është kjo. Kanë fillu punimet në Galerinë Kombëtare të Arteve që është në vitin 2014. Akoma nuk punon Galeria Kombëtare e Arteve. Se qa bëjnë, hajde merre vesh. Ke Universiteti i Arteve pa preventiv janë ndryshu pasi në fazë mas faze duhen dhe kaq lek hidh, duhen edhe ca tjera fut prap lek, nuk bëjnë preventive gjëra që kjo punë shkon kaq lek që përpara dhe të fillojnë punën. Në anashkallim procedurash për çdo punë që bëjnë. Po se mos vjedh ose se mos shpërdoron vetë Blendi Gonxha. Këtu gjithë shpërdorojnë. Ja kishin hap tender 23 milionë euro, sa i kishin hap për tecet e Vlorës. Ata nuk punojnë, ata hap tendera për për ble mazut e budalliqe se ç'a bëjnë. Ne kishin paracaktuar dhe firmën që do e fitonte. Këto ishin ngjarjet e ditës sotme, 14 gusht 2026. Tradhtarët e qytetarëve, kryetarët e bashkive që kanë tradhtu qytetarët e vet, Nuri Belba i Pranjasit, kjo e Klosit nuk ja di emrin si e ka, kryetari i bashkisë Divjakës Josif Korrea, kryetari i bashkisë Libohovës, kryetari i bashkisë Këlcyrës. Ka rezistu vetëm kryetari i bashkisë Poliçanit dhe kryetari i bashkisë Selenicës, të tjerët kanë tradhtu qytetarët e tyre. Sepse ata nuk përfaqësojnë qytetarët, ata përfaqësojnë interesat e krimit dhe të kryetarit të partisë. Zjarret e tham punën e zjarreve, Albanian Filesin që ka shkruajt media zviceriane dhe thotë që kjo është akt akuz për Edi Ramën. Po zvicerianët nuk e dinë që këtu s'ka drejtësi, se SPAK-u këtu këne është organizat kriminale partnere me qeverinë, nuk është sistem drejtësie. Zjarret pra vazhdojnë rëndshëm, digjet Shqipëria, Kosova i thot të vim t'ju ndihmojmë, sepse Kosova ka emergjenca civile, ka logjistik, ka gjithçka. Për plazhet kishte dalë një studim, plazhet e Shqipërisë janë me nder jush që na ngjoni të gjitha mut. Vetëm 15% e plazheve janë të pastërta. Pjesa tjetër e pat një ditë ke Gjiri Larsi, si derdhi kanali ujrave të zezave atje, në mes zona më elitare ndetin Adriatik, Gjiri Larsit. Në Durrës po e keni pa vazhdimisht gjitha ku derdhen ujrat e zeza në det, nuk lahesh dot. E njëjta situatë është edhe në Vlorë, pra vetëm 15% ka ujra të pastra ky vend që na buçasin veshët çdo ditë, turizmi. Edhe sot Edi Rama e kishte nis ditën, pra 14 gusht 2026 e kishte nis
ditën duke u tallë, duke poshtruar qytetarët e Krujës, e publikonte një video me ca njerëz që kishin shku ke kalaja e Krujës, ndërkohë që krutanëve u është djeg prona, u është djeg pasuria dhe ka një javë që rrinë me gjakun ngrirë se po ju digjen edhe shtëpit. Edi Rama tall trapin me ta, i thot s'ka ndodh asgjë gjë në Krujë, vend turist te muzeu i Skënderbeut. Natën e mirë, shpërndajeni videon, bëjeni subscribe dhe thojuni edhe shokëve, miqve që keni. Faleminderit.